kemi një numër në rënje të rasteve serioze që kanë ndodhur gjatë vitit kaluar në Prishtinë, sidomos të vrasjet, të grabitjet, të vjedhjet e rënda, po ashtu edhe të një prej veprave penale shumë ndjeshme që është dhuna në familje, e që është prioritet nacional besoj edhe i Kosovës edhe i policisë të Kosovës në përgjithësi. Fatmirësisht këtë vit kemi pasur në gjithandaj Kosovës një numër simbolik, dikon minus 1.2, 1.3% të rasteve, po në përgjithësi domethënë është një trend i mirë. Problemet që kanë qenë rritje është rastet të rënda të fataliteteve, që jo vetëm Prishtinë, por gjithandaj në Kosovës kemi pas rritje të rasteve me fatalitet në trafik. Kemi pas dikon 100 persona të vdekur në trafik, nga 89 që kemi pas një vit më herët, vitin 2024. Për njoftimin e juaj dhe të gjithëve, Kosova që nga viti 2000 deri me sot, deri në fund vitit 2025, i ka humbur mbi 3111 njerëz në trafik. Është një numër i madh i njerëzve të humbur në trafik, jetëve të humbura, kështu që një prej prioritetet e zonës ka qenë edhe vitin e ardhshëm siguria në trafik. Por që kjo punë nuk mundet policia me bëj vetëm, na duhet mbështetja e komunave, na duhet mbështetja e Ministrisë Infrastrukturës dhe po ashtu mbështetja e gjithë shoqënisë. Sidomos te vëdësimi i njerëzve, pastaj gjetë çështja e marrja e patentës shoferëve, pajisja me patentë shofer, kontrolli i shtuar i mjeteve në rrugë, transporti publik dhe po ashtu kontrolli teknik i mjeteve që i kemi në rrugë. Disa prej faktorëve që kanë ndikuar që të kemi më shumë probleme në trafik gjatë vitit që shkoi, ka qenë numri i madh i njerëzve që kanë qarkulluar nëpër rrugët tona dhe po ashtu numri i madh i njerëzve që kanë hyrë nëpër kufit e Kosovës. Kemi pas një rritje me miliona njerëz, kemi pas më shumë, 2-3 milion kanë qenë më shumë të futur në territorin tonë. Po ashtu është rritur numri i veturave të regjistruara në Kosovë dhe po ashtu është rritur numri i patentë shoferëve. Në bazë statistikave që i kemi nxjerr gjatë këtyre viteve të fundit, në vitin 2011 Kosova ka pas dikon rreth 400.000 patentë shoferë, sot i kemi 900.000. Që i bie si gati për çdo vit ne kemi në rrugë mbi 100.000 patentë shoferë të ri, e që përvoja pastaj edhe kjo e ka rrezikun e vet që na ngarkon. Por me kalu të disa prej çështjeve kryesore edhe sfidat që ka Drejtoria Generale e Policisë në Prishtinë, për njoftimin besoj kolegët të dinë, po të tjerët jo. Unë kam filluar punën në Prishtinë në stacionin policor në Jug në vitin 2000, edhe pak ditë bëhen 26 vjet, me 21 shkurt. Edhe kam punuar në këtë stacion dhe poshtë kam punuar edhe në stacionin policor të Veriut, atëherë kemi thonë Vranjevci, ose stacioni numër 3. Prishtina është qendër shtetërore, kryeqytet, qendër ekonomike, kulturore, sportive, administrative, ku gravitojnë shumë qytetarë, përveç atyre që banojnë këtu, të tjerët që vinë për të kryer punë në Prishtinë. Andaj numri i madh i njerëzve, qarkullimi, dinamika e lëvizjes modrave njerëzve e ngarkon shumë Prishtinën si qytet. Përveç kësaj, Prishtina, këto raporte që prezantoi Basriu nuk është vetëm i Prishtinës, por është të gjitha komunave të rajonit Prishtinës, prej Podujevës deri te Drenasi, Lipjani, Graçanica, Biliçi, Fushkosova dhe 3 stacionet që janë në Prishtinë. Me qëllim të adresimit kësaj problematike, ne gjatë vitit 2023 e kemi themeluar një njësi 3 në Prishtinë, që është Drejtoria e Policisë së Kryeqytetit, po ashtu duke dashur që një prej obligimeve që i parashaj ligji për kryeqytetin, një familje të akomodojmë brenda sektorës policisë. Edhe kemi kriju këtë njësi, po ashtu kemi kriju strukturë të veçantë të kësaj njësi organizative të policisë. Edhe normalisht kemi strukturë përor policisë në këtë drejtori, edhe kemi dhënë njerëz shtesë. Duke filluar kemi bërë një integrim të gjitha njësive të timeve stacioneve policore Jugu, Qendra dhe të Veriut, me qëllim që informacionet që i kanë stacionet policor Jugu të shpërndahen me këtë që është në Veri, me këtë që është në Qendër, edhe të ne mos ta luftojmë mënyrë të sobzuar kriminalitetin, apo mos punojmë veçmas, po të punojmë bashkërisht. Tani kemi një shef të kësaj njësie, i cili çdo ditë, çdo mëngjes e din sakt, e ka një pasqyrë saktë çfarë ka ndodhur dhe cilat raste në raportin policisë dhe pastaj i shpërndan edhe me punën dhe ngarkon hetues për të kryer detyrat e veta, normalisht në bashkëpunim me prokurorinë. Po ashtu është caktuar një njësi e veçantë e trafikut në kryeqytet, e cila jep llogari te drejtori i policisë së kryeqytetit përmes zgjidhjeve të komandues, edhe mbulon zonën e përgjithësisë së Prishtinës. Njëkohësisht e kemi themeluar një njësi që quhet njësia e reagimit shpejt,
Domthonë Prishtina si Drejtoria Generale e Policisë ka 2 njërëshëja. Çdo region tjetër policor ka nga një, ndërsa Prishtina ka 2, një për policinë e kryeqytetit dhe një për nivelin renal të policisë. Dhe që këto janë kanë kapacitete të reja që janë krijuar te kjo strukturë e re e posaçme, që e veçojmë prej drejtorive tjera, e kjo gjithmonë është bërë me qëllim që ne edhe të garantojmë bashkëpunimin me komunën e Prishtinës, me qëllim që kudo që i duhet prezenca e policisë, qoftë inspeksioneve, qoftë inspeksionit të rregullt, inspeksionit të ndërtimit, inspeksionit të komunikacionit, apo inspeksionet tjera, domethënë me pas me kohë asistencën që kërkohet nga policia e Kosovës. Kur e llogarisim këtë problematikën, duhet me kuptu që Prishtinë, stacioni jugut në Prishtinë që përmendi Basriu, është stacioni jo ndër më të ngarkurit, po stacioni më i madh dhe më i ngarkuar në gjithë Kosovën. E tha Basriu që me numrin e rasteve të raportuara te kalon 3-4 regione policore. Më në 4200 raste ka 2-3 regione policinë e Kosovës që nuk e te kalon këtë numër. Kjo për arsye se ky stacion policor mbulon një zonë specifike të Prishtinës, së pari e mbulon stacionin e autobusëve në Prishtinë, e ku përmes këtij stacionit futen ndoshta një 5-6 njerëz apo edhe më shumë gjatë ditës në Prishtinë. E mbulon qendrën e studentëve, konviktët, ku kemi mira studentë që edhe studiojnë po ashtu dhe banojnë në Prishtinë. Njëkohësisht e mbulon edhe qendrën klinike universitare, ku kemi mira punëtor, me mira pacientë dhe me mira tjerë që vinë për të vizituar gjatë ditës në Prishtinë. Pastaj këto janë ngarkesa operative, problemet të hajnive të vjedhë të xhepit edhe shumë probleme tjera që na bëhen në rrugë. Po flasim për qendrat tregtare, Salbi, Molli dhe tjera qendra. Këto janë disa specifika që e ngarkojnë këtë stacion policor. Ne për drejtorisë për policisë e kemi prioritet drejtorinë e policisë në Prishtinë. Unë e kam thënë edhe disa herë, po them edhe këtu publikisht që suksesi i policisë Kosovës varet nga puna e drejtorisë e policisë në Prishtinë. Nëse këta punojnë edhe kanë resursa të mjaftueshme, do na zbardhin këtyre neve të gjithëve. Nëse këta nuk mundën me punua, nuk i mbështesim, ne policia fundosim bashkë me ta. Momentin që na futet problematika e kriminalitetit në Prishtinë, do të marrim të poshtë dhe ne si polici. Kështu që gjatë këtyre 3-4 viteve të fundit, po edhe sidomos gjatë viteve të fundit, ne kemi dhënë mbështetje të jashtëzakonshme për policinë e rajonit Prishtinës. Domthon kur një herë më shumë staf nuk ka pasur drejtoria e policisë në Prishtinë. Edhe gjatë kontingjentit fundit të autometeve dikon 40% apo më shumë, 60% e mjeteve që i kemi marrë të bjen autometet policore i kemi ndarë në Prishtinë. Pothuajse nevojat për automete janë plotësuar. Tash na mbetet këto automete me i përdorur si duhet, me orientuar resurset tona njerëzore dhe materiale atje ku është problematika, edhe me mbikëqyr punën. Normalisht që policia vetëm smundet me kry punën, kërkojnë bashkëpunim për i gjitha komunave, për i medjave, për i mekanizmave të policimit në bashkësi që i kemi të kriju me themelum. Gjatë vitit që shkoj kemi bërë një marrëveshje me ndërmarrjen publike banesore me qëllim që ne të marrim disa zyre në shfrytëzim për nevojat e policimit në bashkësi. Shumë shpejt do të konkretizojmë edhe do të hapim disa prej zyra, një në Dardanell, një në Aktash dhe dikun tjetër e kemi një rrugës për të tregu. Qëllimi është marrëm edhe më shumë, në mënyrë që zyrtarët policorë të policimit në bashkësi të jenë afër qytetarëve dhe qytetarët ta kenë automatik komunikimin me ta. Ne synojmë që qytetarët tonë, partnerët tjerë institucional, nivelin e qeverisë lokale, po nivelin e qeverisë qendrore, ta bëjmë partner në identifikimin e problemeve që shkaktojnë pasiguri dhe njëkohësisht ta bëjmë partner edhe në zbatimin e zgjidhjeve që do të zgjidhen bashkërisht për të garantuar rënd dhe siguri në kryeqytet, po dhe në çdo komunë të Kosovës. Do thotë prioritetet tona janë këto, zbatimi i konceptit të policimit në bashkësi, edhe po ashtu zbatimi i konceptit të policimit të drejtuar nga inteligjenca.